Kosovës. Unë disa herë kam thonë në intervistat mia edhe këtu në televizionin e juaj se atje ekziston sipas deklaratave edhe të ekstremistëve sërbë, edhe të listë sërbe, një brigadë e cila është e sistemuar, është e trajnuar, është e armatosur në pjesën veriore të Kosovës. Ajo brigadë numëron diku prej 1300 deri 1600 pjesëtar dhe unë e kam thënë shumë herë që ai armatim që është kapur deri më tani as 30 apo 40% nuk është e asoj sasie të armatimit që unë mendoj që është fshehur në pjesën veriore. Ai armatim nuk është në përshtëpit e ekstremistëve apo njerëzve që janë të sistemuar në atë brigadë, por armatimi ekziston diku nëpër sikur që e gjetën policia e Kosovës në këtë shtëpi të këtij politikani serb, por unë dyshoj që armatimet janë edhe nëpër bunkere ndryshme, nëpër male në atë pjesë, sepse është pjesë jashtëzakonisht e vështirë për të gjetur dhe për të lokalizuar, dhe këtu kisha sugjeruar që policia dhe inteligjenca kosovare të punojnë më fuqishëm edhe me ata njerëz që janë të burgosur, edhe me njerëz të ndryshëm, se sa më shpejt të vinë në trag se ku është fshehur ky armatim. Ashtë të mundshme të zbulohen, pra. Të gjithë këta pjesëtarë që janë të trajnuar, gjithë këta janë trajnuar nëpër baza të ndryshme rreth Republikës Kosovës dhe i përkosin kësaj brigadë, ata janë të sistemuar, e dinë vendin ku do të emërohen, edhe kanë armatimet adekuate për çka janë trajnuar. Apo nëse ka kësi organizimi edhe në këtë kohë në veri, sepse ka një përshtypje që pas arratisjes Radojqiqit, pas rastit të Banjskës, pas arratisjes e tij të paktën ju ka zbej fuqia, pra. Ndoshta është zbej fuqia, po ajo brigadë funksionon edhe është njerëzit janë të sistemuar, kanë misionin e vet në rast se marrin ndonjë urdhër nga Beogradi, sepse gjithë kjo strukturë komandohet nga Beogradi. Ne e dim saktë që politikani Vullin është përgjegjësi kryesor që Vučić e ka caktuar për Kosovën, dhe ai është edhe koordinator mes Moskës dhe Beogradit për gjitha elementet apo gjitha veprimet që kanë edhe Rusia, edhe Serbia në drejtim të Kosovës dhe në drejtim rajonin përgjithësi. Dhe për atë arsye, unë mendoj që ne nuk guxojmë të pushojmë, të kërkojmë edhe këta njerëz, por edhe armatimet dhe pajisjet që ata kanë të fshehura dikun në pjesën veriore të Kosovës. Si duket përgjithsisht pra tani, Zë Kastrati, para se të kthehem disa zhvillime të tjera që ndërlidhen, le të themi, fushës sigurisë të politikës, mirë po si duket aktualisht sot veriu i Kosovës. Është folur shumë për të në këtë kohë, është përdorur në zgjedhje, mirë po si duket tani. Situata nuk është e qetë, sipërfaqësisht duket e qetë, është e brisht, nuk ka për vetë kënaqësi këtu. Unë mendoj që në momentin që lista sërbe apo kryetarët e komunave do të kthehen pozicione, ekziston një rrezik i lartë që mund të vihet deri te fillimi i eskalimit të situatës, por thoni se një gjë mund të ndodhë pas zgjedhjeve lokale, që do të bëhen në absolutisht, unë mendoj që policia e Kosovës duhet ta ketë këtë në vëmendje, duhet ta ketë në dioni, dhe unë mendoj që ata janë duke punuar në mënyrë intensive që të identifikojnë gjithë ata njerëzit të cilët janë bartë këtyre proceseve negative në pjesën veriore. Ne e pam një deklaratë të NATO-s që kërkon seriozisht nga Serbia që ti kapë dhe ti dënoj gjithë ata që kanë sulmuar edhe Kforin, edhe që janë akter të sulmit terrorist në Banjsk, dhe ata janë të lirë, dhe për derisa ata janë të lirë, derisa udhëhecit e këtyre grupeve ekstreme edhe kësaj brigade janë në liri, normal që rreziku gjithmonë ekziston që ata të kthehen dhe të marrin veprime armiqësore në drejtim të Republikës Kosovës.